O ti që ke munges në riskin tanë, pse nuk i trokit dinët e në Arafatit, dirë të Zotit tanë bujar. O ti që i vuan nga smujet e lojshme, përse nuk ja paraqet kërkesën Zotit tanë ditën Arafatit. Që keni probleme me familjar, përse nuk ja përgjithni kërkesët Allahut Azza wa Jall. Kurse thua që Allahu Azza wa Jall zbret në qelin e dunjas, zbresin dhe me lekët ditën Arafatit. I thotë Rabb, a keni diçka që ju duan që t'ju përgjigja? A keni do një kërkes që unë që përmbushi kërkesën tuaj? A do një diçka që unë jam në gjendje që përgjigjem juve? Kush ka mundësi të përgjigjet përveç se Zotit tanë, kush ka mundësi që brenga dhe të lashe dhe mërzit t'i largon përveç se Zotit jot, kush ka mundësi që të përgjigjet kërkesëve tua, dëshirave tua përveç se Zotit tanë, ja pra dita Arafatit po troket në dirë tona, para ta kujdesu ditën Arafatit, mos e qo poshtë, as një minutë mos e para qitja kërkesët Zotit tanë.